doja të pyesja për sa i përket planit të veprimit për reduktimin e ndotjes, aty kërkohet dhe pranohet që duhet bashkëpunimi me institucionet e tjera, po kur vjen puna te ndërtimi, që unë bashkë me 11.000 qytetarë të Tiranës përmes një peticioni ja kemi kërkuar Bashkisë Tiranës, por jo vetëm, për të ndaluar ndërtimin brenda Unazës së Madhe të Tiranës, drejtorët e Bashkisë Tiranës grejnë duar dhe thonë që nuk është kompetenca jonë. Është e vërtet në fakt që për ndërtime mbi 5 kate, Bashkia e Tiranës e ka humbur fatkeqësisht të drejtën për të vendosur në territorin e saj nëse do ketë apo jo ndërtime mbi 5 kate. Por ajo që dua të pyes është, a ka ndonjë pengesë që Bashkia e Tiranës të komunikojë me KKT-un për të kërkuar ndalimin apo kufizimin e ndërtimeve në Tiranë? A ka ndonjë pengesë ligjore që Këshilli Bashkiak ta kërkojë këtë gjë? A ka nga ana juaj frikë apo pamundësi për të kërkuar këtë gjë? Sepse në gjykimin tim, ajo si unë e shoh buxhetin e Bashkisë Tiranës, shikoj një varësi nga ndërtimi. Dhe më thoni ju, nëse kjo gjëja po ndodh apo jo. Pra, sa më shumë ndërtim, aq më shumë para në buxhetin e Bashkisë Tiranës. Nga ana tjetër, sa më shumë ndotje, aq më shumë të sëmundje dhe vdekje që shkaktohen nga ndotja e ajrit. Nga ana tjetër ne marrim para, por këto para i paguajmë me shëndetin tonë. Ndaj më thoni, nëse ka Bashkia e Tiranës sot varësi nga ndërtimi, nëse do ndalojë ndërtimi, a do të, si thuash, Bashkia e Tiranës do shkonte drejt falimentimit, a do të rënditej buxheti i Bashkisë Tiranës nëse të kufizojë apo se do të ndalojë ndërtimi? Se kjo do ma thot, nuk po të pyes ty. Zotë Muharremi, lutem A ekziston, është studiuar nga Bashkia e Tiranës një model tjetër alternativ zhvillimi që nuk bazohet te betoni? Besoj se duhet mendojmë dhe për diçka tjetër dhe besoj se e ka për detyrë ekzekutivi ta studiojë këtë gjë. Për sa i përket çështjes së Eko Tiranës dhe shërbimeve të tjera publike. Në këtë këshill vini dhe vazhdimisht kërkoni më shumë para, por nuk sillni asnjë analizë serioze për sa i përket eficiencës të atyre që kërkojnë më shumë para në Bashkinë e Tiranës. Për shembull, muajin e kaluar i kaluar 2.6 milion euro kompanive që ofrojnë shërbimin e transportit publik në Tiranë, ndërkohë që këtë gjë ne bët pasi këto kompani kishin reduktuar me 40% flotën e urbanëve në Tiranë. Dhe si unë dua të di një herë nëse ka pasur një hetim për këto kompani, sepse ato kanë thyer kontratën duke reduktuar flotën sipas deklarimeve të tyre dhe nëse janë marrë masa për këtë gjë. Pastaj shohim nëse e keni një dokument ku tregon nevojën reale të tyre, pasi ka është bërë një auditim apo një analizë financiare përse këto para duhet të kalonin. Dhe njëjta gjë po ndodh dhe për Eko Tiranën që kërkohet më shumë para, ashtu si janë kërkuar vazhdimisht. Në këtë këshill kanë dëgjuar vazhdimisht që kërkojnë më shumë para, ose nuk realizohen disa nga investimet e planifikuara, ose kërkohet më shumë para, por nuk thuhet realisht pse. Ose si thuash, nëse kanë qenë eficiente gjitha investimet ose parat që këto marrin. Zoti Muharremi, ajo që duhet pyesja unë, a është e mundur që të sillni një analizë të plotë të performancës së këtyre kompanive, për shembull të Eko Tiranës, dhe më pas të marrin vendimin për t'ia dhënë apo jo këto para nëse ato kanë nevojë. Të gjithë këshilltarët ran dakord që ka nevojë Tirana. Nëse doni fjalën për pyetje, zonja Aristani, lutem. Jo nevojat e tyre. Një audit, unë nuk e di. Lutem, ajo nuk është analizë. Pyetjet zonja Ruko dhe më pas do vijojnë. Ta përfundoj thjesht për qartësi. Ajo çfarë ne kemi nevojë ka të bëjmë një auditim. Unë nuk e di nëse Eko Tirana i ka të gjitha mjetet që pretendon se i ka. Pra, është bërë një auditim, a i ka ato mjete për cilat janë planifikuar të blihen sipas kontratës? Këto mjete shtesi do blihen, a do të kemi ne mundësinë që të verifikojmë? A e verifikon Bashkia e Tiranës që i kanë bler realisht gjitha shërbimet? Unë u tha dhe nga drejtori që merret me monitorimin e kompanisë që ka pasur dhe masa të marra ndaj Eko Tiranës, por mos realizim të shërbimeve. Kështu që kemi të nevojë edhe u kërkua për të bërë një takim me kompaninë dhe për të diskutuar, por mbi gjitha dhe për një auditim. Dhe njëjta gjë është dhe për transportin publik, është kërkuar edhe nga gjithë forcat politike, që përpara se të shtojë linja dhe bëhet fjalë për linjën e 5 Maj, të kishte një takim dhe një dëgjes me kompanitë operatorë që ofrojnë shërbime e transportit publik, dhe më pas të shtojë linja dhe merri vendime nëse kush kompani do duhet ta merrte atë linjë. Ajo gjë nuk u bë.
ai vendim u kthye, ai vendim nuk u mor vendim nga Këshilli Bashkiak, ka pasur një mbledhje emergjente për ta kaluar dhe pastaj u harrua që të paktën Zonja Aristani, ju lutem, kur të jetë Zonja Aristani, ju lutem, do jepni përgjigje, do keni mundësinë të jepni përgjigje gjithë pyetjeve. Përfundoni ju lutem pyetjet se ka dhe kolegë të tjerë që duan të ajo që dua të them në thelb është e mira që si gjithë si këshilltar të kemi takime me këto kompani të cilat ofrojnë shërbimin dhe mbi gjitha të bëhet auditimi i pavarur mbi shërbimin që ofrojnë. Faleminderit. Fjala për zotin Pano.